Si të theksoni mozat më shumë duke përdorur vetëm make-up. Hapi i parë është të merrni një cream ose liquid contour. Si këto të dyja. Nuk ka rëndësi nëse do vendosni fondatin apo jo. Merrni pak produkt në një furçë. Furça që do rekomandoja më shumë për kontur është kjo e Marios. Fillim do përdor anën e vogël. Që të duket sa më mirë moza me make-up, duhet ta theksoni fiks aty ku ju nis, ose nga cepi i veshqit deri në cepin e buzës. E gjithë kjo pjesa lart. E ndërpres diku këtu. Në anën tjetër të furçës do e sfumoj. Në anën tjetër do ja tregoj me një liquid contour, është ky nga Charlotte Tilbury, vendosja po në të njëjtin vend. Dhe gjithmonë duke sfumuar për lart. Ja tregova të dy anët sepse kjo është pak më e errët dhe pak më ftohtë që e bën dhe mozën të duket më theksuar, kurse kjo është pak më natyrale. Në të dyja mënyrat moza duket shumë më shumë, po varet për çfarë looku po shkoni. Nëse doni ta theksoni akoma më shumë, edhe blushin vendoseni fiks në të njëjtin vend, po pak më sipër. Po e njëjta gjë edhe nga ana tjetër. Për concealer. Të mos e lëni vizë, bëjni një blend sa më mirë. Dhe nëse doni që make-upit e mozat ju zjasë sa më shumë, përdorni dhe produkte pluhur sipër. Kështu duken dhe mozat në fund. Shpresoj që kjo video t'ju ketë ndihmuar dhe më thoni nëse keni ndonjë pyetje tjetër.